Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndihni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë fillojmë në lidhje me ju, shohim se si do jetë ky muaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në shenjat e tjera të zjarit, por dhe të tokës. Ose keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju dëshironi të bëni një lidhje të re, ose të keni flerte, të realizoni diçka të re. Është ose një marrëdhënie të re, një pasion të ri. Në lidhje me familjen, me shtëpinë, me parat, por shoh që jeni në një fillim jave ku ju i vendosni qëllime vetes. Dhe këto qëllime vazhdojnë edhe në mesin e javës parë. Por ju mund të jeni në një pozicion jo ai të favorshëm sa jeni në fillim të javës. Dhe kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me disa para, marrjen e disa parave, blerjen e një shtëpie, për një pjesë tjetër ose një investim që dëshironi të bëni, dhe kjo ka lidhje më tepër me anën tuaj ekonomike e shoh, ose ju dëshironi të bëni blerje shtëpie, blerje makine, blerje online. Gjithsesi është një javë fantastike me qëllime në veten tuaj, në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni, si në lidhje me dashurinë, me familjen, me kontrata dhe punë të ndryshme, bashkëpunime të ndryshme, por dhe në lidhje me blerje të ndryshme gjatë javës parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ajrit. Në fillim të javës, ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me qëllimet që ju vendosni vetes, pavarësisht se keni kaluar vështirësi, ju do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht, duhet keni pak kujdes në lidhje me shëndetit në fillim të javës, por në lidhje me dashurinë shoh që një person ka shumë emocione në lidhje me ju. Edhe pse ju keni bërë shumë durim në lidhje me këtë person, por shoh që aty do keni kundërshtime mendimesh. Ndoshta ju do filloni të shikoni gjërat pozitivisht, ky person do jetë duke i shprehur emocionet dhe ndjenjat, por ju do filloni, ndoshta nuk do bini dakord në lidhje me shumë gjëra. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me familjen, me çështje dhe situata të ndryshme, me fëmijët tuaj, me punën tuaj, me anën tuaj shëndetësore, ku ju vërtet keni bërë shumë durim në çështje dhe situata të ndryshme dhe shoh që aty sikur do çliroheni nga këto situata, por në fund të javës shoh që mund t'ju bëhet një padrejtësi te vendi punës, mund të jetë një padrejtësi në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtetin, me dokumenta të ndryshme, çështje ligjore, ose ju mund të insistoni në idetë tuaja te vendi punës, aty do keni kundërshtime, por gjithsesi ju do t'i lini këta persona të largohen dhe ju do vazhdoni me idetë që ju do keni. Është një javë fantastike, ju do filloni të ndryshoni këndvështrim, do çliroheni, por ndërkohë ju shoh që do keni dhe lajme të mira. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, jemi te energjia e shenjës së peshores, energjitë shenjave të ajrit dhe të ajrit përsëri. Atëherë shoh që në fillim të javës së tretë, sikur ju aktivizohet syri i tretë, ju filloni ti shihni gjërat ose të besoni te intuita juaj në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, në lidhje me një dashuri, në lidhje me studimet tuaja, me dokumenta të ndryshme, me çështje ligjore. Dëshironi të vendosni një lloj balance aty,
por kjo mund të ketë lidhje me familjen, me shtëpinë, por dhe me çështje situata të ndryshme te vendi i punës. Dhe në momentin që ju filloni të kuptoni disa situata, sepse ju aktivizohet syri i tretë, unë shoh që ju do jeni në dilema, do jeni konfuz, nuk do të jepni dot zgjidhje situatave. Edhe pse do mundoheni që ti ekuilibroni ose të vendosni një lloj balance në çfarë do lloj situate, ju do jeni shumë mbrojtës ndaj vetes tuaj. Sikur ngrini muret mbrojtëse ndaj një dashurie, sepse shoh që mund të keni marrë një zhgënjim ose merrni një zhgënjim nga një person, për një pjesë tjetër mund të jetë dhe një person që futet i tretë, dhe kjo mund të jetë për një pjesë specifike, ose një person i tretë mund t'ju zhgënjejë te vendi i punës, ose një person i tretë mund të bëjë lojra pushteti dhe kjo gjë t'ju zhgënjej pak, por është dhe kjo ka lidhje me një sekret që do zbulohet aty, dhe kjo do t'ju bëjë që ju të filloni të mbroni veten tuaj nga një zhgënjim i mundshëm që mund të merrni. Por shoh që ju nuk jepni dot zgjidhje situatave sepse mund të jeni ndjerë të zhgënjur nga një njohje, lidhje ose marrëdhënie. Në një rast, mund të jeni ndjerë të zhgënjur ndoshta nga fëmijët tuaj, nga puna juaj, nga ana ekonomike, varet nga çështjet dhe situata të ndryshme. Por është thjesht energjia e javës së tretë. Dhe në javën e katërt, atëherë në javën e katërt ju shoh që jeni në një energji shumë të bukur, fati ju ndihmon. Këtu kemi energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit. Është dhe energjia juaj, energjia e shenjës së Demit dhe energjia e shenjave të ajrit. Gjithsesi ju shoh që fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para, për të çuar një njohje ose një lidhje para, iluzione që mund të keni pasur në lidhje me një romancë që ju dëshironi të keni. Në rastin tjetër në lidhje me shpinë, me familjen tuaj, me karrierën tuaj. Është një periudhë shumë e mirë dhe ju do filloni të realizoni ëndrat tuaja, sepse hapet gjithçka në lidhje me ju. Mund të kemi, është një periudhë shumë e mirë gjatë fundit të kësaj jave, por ju do të rriqeni dhe në mes në javës të rriqeni dhe mendoni, do të rriqeni brenda vetes, do shkputeni nga jeta sociale, nga rrjetet sociale, dhe ju shoh që jeni duke menduar se si të jepni drejtim situatave, si të jeni dritë në rrugën tuaj. Dhe disa prej jush mund të keni dëshirë të rini me veten tuaj për të menduar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme dhe për t'i dhënë drejtim, për të realizuar ëndrat tuaja, ose në lidhje me anën tuaj emocionale për një pjesë tjetër, me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me punën, me anën ekonomike, ose edhe me dokumenta të rregullt, me dokumenta të ndryshme, sepse shoh që mund të keni të bëni dhe me dokumenta në fund të javës, mund të keni çështje dhe situata ligjore, mund të keni të bëni me institucione shtetërore ose private, por në fund të javës ju shoh që ju do t'rregoni pak të ftohtë në lidhje me një punë, në lidhje me dashurinë, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që do keni. Por mund të takoni dhe një person aty që është një person që ju dëshironi të keni një romancë dhe jeni duke menduar e këtij personi. Por gjithsesi jeni në një situatë, dëshironi të keni një marrëdhënie me këtë person, ju intereson vërtet, por shoh që keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës sesa pjesën e zemrës. Ndërsa në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por edhe në çështje studimore, në lidhje me shëndetin tuaj, në lidhje me dokumenta të ndryshme, shoh që fati do t'ju ndihmojë në javën e katërt, ju do jeni duke hedhur dritë në rrugën tuaj, në lidhje me çështjet që ju do keni, sepse ju shoh që ju do dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me anën tuaj profesionale, me punën tuaj, por edhe me anën tuaj ekonomike, sepse ju shoh që keni marrë eksperjenca, ndoshta keni kaluar vështirësi dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të tregoni më të mençur për t'i dhënë drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, ju jeni me qëllime në veten tuaj, në lidhje me situata, me një person, me dashurinë, në lidhje me një romancë, në lidhje me
sepse shoh që ju do keni dhe momente pasioni dhe romantike, shoh që keni bërë shumë durim në çështje dhe situata të ndryshme, mund të keni dhe kundërshime mendimesh, gjithsesi ose një padrejtësi që ju bëhet, një të fshehtë, një sekret, por ju shoh që në momentin që intuita juaj aktivizohet, ju do filloni të jeni mbrojtës, keni frikë mos zhgënjeheni, por fati do t'ju ndihmoj që ju të çoni gjërat në rrugën e duhur, të hidhni dritë në rrugën tuaj, të përdorni shumë fort pjesën e mençurisë, për të marrë vendime të rëndësishme, por për t'i dhënë drejtim njofjeve, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, anës tuaj ekonomike, por dhe në lidhje me çfarë do lloj situate, me dokumenta, me studime të ndryshme. Është një muaj fantastik. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Dhe kemi energji ajri këtu. Ju do jeni shumë idealist gjatë këtij muaji, do arrini të çlodheni, të qetësoheni, do merrni vendime të rëndësishme, do keni një energji të jashtëzakonshme. Ju thotë gjëra do ndodhin shumë shpejt dhe do vinë shumë shpejt drejt jush. Mund të vijë një njofjere shumë shpejt, mund të vijë një romancë që ju dëshironi ta keni, mund të vijë një njofje. Lëreni kohën, thotë, të kujdeset dhe ju të nxirrni rezultatet në lidhje me këto fillime të reja që ju do bëni. Mund të vijë një punë e re, diçka nga ana ekonomike, por ju shoh në lëvizje, gjëra do t'i bëni shumë shpejt, gjëra do vinë shumë shpejt në lidhje me ju, dhe ju thotë që bëni zgjedhjet tuaja, por bëjni në mënyrë diplomatike, me logjik. Dhe po të vëmë re këtu në fund të leximit, doli e njëjta energji, ku ju do përdorni shumë fort pjesën e mençurisë, sepse keni marrë eksperjenca nga çështjet dhe situatat kaluara për të bërë zgjedhjet tuaja të mençura dhe për t'i dhënë zgjidhje situatave dhe çështjeve të ndryshme që ju do keni gjatë këtij muaji. Është një muaj fantastik në lidhje me ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ndërkohë ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbazitë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj video.